Atmosfera festive përfshiu kryeqytetin e Perus, teksa parku mbush me fustane të bardha, nusërie e buzëqeshje. Në një ceremoni të veçantë organizuar nga autoritetet lokale, mbi 100 çifte në Lima vendosën të kurorzohen në një martesë masive. Ky organizim u mundsoi çifteve të festonin ditën e Shën Valentinit pak më herët. Sot është një mundësi për të treguar se e duam njëri tjetrin dhe mbi të gjitha për kushtimin ton ndaj Zotit. Mendoj se kjo po kthehet në traditë, sidomos në këtë periudhë të vitit. Prandaj jemi shumë të kënaqur me vendimin që kemi marrë të dy. Mes atmosferës festive, një mesazh urimi erdhi edhe nga drejtuesi i qytetit. Muchas felicidades. Urime 109 çifteve që po kurorëzojnë sot dashurinë e tyre. Urojmë që ky premtim që po jepni sot të zgjas gjatë gjithë jetës suaj. Bashkia krijoi një zonë atë që njihet me emrin Parku i Ujrave për nuset që të bënin ngrim, ndërsa dhëndurve ju dha një trëndafil i bardh për ta vendosur në xhaketa. Ky organizim u mundsoi çifteve të kursejnë deri në $149 nga dokumentacioni për ta formalizuar martesën në një vend ku, sipas të dhënave zyrtare, çiftet që bashkëjetojnë pa kuror zyrtare janë më të shumtë se ato të martuara. Asistimi i martesave në Peru u pa i nevojshëm, pasi lindjet kanë shënuar rënje deri në 164.000 më pak krahasuar me vitin 2019.